Në ambientet e Bibliotekës Shkencore të qytetit u zhvillua promovimi i 2 librave të autorit shkodran Nadir Zhabiaku. 2 veprat e prezantuara për publikun ishin monografia Hasan Preza, Shiku i këngës popullore qytetare shkodrane dhe përmbledhja poetike Panteoni i Lirisë, triptik poetik. Është folë për Hasan Prezën, por jo për grupin e tij. Unë kam pasur fatin të dëgjoj disa ahengje të këtij grupi pranë tyre. Libri i dytë është një triptik poetik. Që do të thotë? Janë bashku 3 libra në një, që kanë një tematik të larmishme. Përmes këtyre 2 librave, autori përçon dashurinë për kulturën, historinë dhe vlerat qytetare shkodrane, duke mbajtur gjallë kujtesën kolektive. Ne Brazion synojmë dhe luftojmë që libri të rikthehet edhe një herë në mendjet dhe në duart e lexuesve, të gjithë lexuesve, sidomos të Brazit të ri. Ne nuk mund të mohojmë dot mjetet e reja të komunikimit. Por libri edukon shumë më tepër se sa mjetet e edukimit moderne që kemi sot. Nadir Zhabiaku është një emër i njohur në arsimin e Shkodrës, ku ka shërbyer për dekada si mësues dhe drejtues shkolle. Ai ka kontribuar gjithashtu në botime për fjalorin e fjalëve të rralla dhe shprehjeve të jetës së përditshme, si dhe ka qenë autori i gazetës Lulebor, një botim i dedikuar nxënësve të shkollës 9 vjeçare.